A ka në ndonjë veçanti, veçuri që duhet apo që duhet festohet në mënyrën më të dur fetare festa e Bajramit, sepse traditat nga dhe në rajon Kosovë dallojnë. Nëse marrim Dugagjini me Drenicë, me Prishtinë, me Ana më radh, dallojnë. Pa ka diçka që feja na e thotë që s'bën. Dallojnë çështjet sekondare të festimit, ndoshta jo ato bazike, sepse festa siç thash fillon me faljen e namazit, po ka disa rregulla që Muhamedi a.s. në jetën e vet i ka praktikue në ditën e Bajramit dhe që janë ndryshe nga Ramazani. Për shembull, në mëngjes kur është nisë për në xhami ose për me shku me fal sabahin, e ka prish me një hurme ose me një ëmbëlsin që me festu, edhe para se të arrin xhami me dallu ditën e Bajramit me ato të Ramazanit. Dhe gjithashtu, prej syneteve të pejgamberit a.s. është që të thirrën tekbiret, që të shkohet për një rrugë dhe të kthehet në rrugën tjetër, që në ditën e Bajramit çdo besimtar të pastrohet i gjithë trupi, pastaj të parfymoset, të zgjidhen rrobat më të mira, nëse nuk i ke ble treja, zgjidhja ato që i ke më të bukura, më të mira, nuk është patjetër që duhet mi ble para Bajramit, po thotë dikush, hoç, po na duhet kështu, po tash garderoba është një pak më lehtë, pak më lehtë. Dhe është më lehtë se sa përpara. Dihet që në periudhat e hershme gjendjet e njerëzve kanë qenë krejtësisht ndryshe dhe ndoshta vetëm për Bajram jemi gëzu kur na ka ble dikush ndonjë kpucë ose ndonjë katesha ose ndonjë komplet të rrobave, e tash ashtu nuk është gjendja. Prandaj besimtarët kanë të drejtë edhe mundësi që t'i zgjedhin rrobat më të mira, po kushtimisht të jenë ato të pastëra. Pastaj festimi në mënyrë adekuate të logjikshme. Nuk ka nevojë që në ditën e Bajramit të egzagerohet ose të fillohet me diçka të ndalume, ose më thonë si që dëgjojmë disa raste thonë, unë gjatë Ramazanit nuk kam pija alkoholike, e tash në ditën e Bajramit u kry Ramazani. Kjo është një keq interpretim dhe keq sjellje edhe me muajin e Ramazanit. Nëse ti ke agjëru muajin e Ramazanit dhe ai Zot që ty ta ka obliguar Ramazanin, ka obligu edhe mu largu nga alkoholit, ka urgru edhe mu ndalu nga veset e këqia edhe jashtë Ramazanit. Prandaj, do të mundohemi që të festojmë mirë dhe arsyeshëm, logjikshëm, në mënyrat më të mira edhe të vizitave dhe të ziareteve të cilat i kemi obligim.